Brenda shtëpisë së Big Brother, situata mes Limës dhe Dolçes bëhet menjëherë e tensionuar dhe e ngarkuar me emocione kur Limi i afrohet Dolçes në një moment intim dhe personal. Ai vendos të shprehë ndjenjat e tij në mënyrë të hapur dhe dramatike dhe fillon duke e puthur atë. Puthja e tij nuk është thjesht një gjest, por një deklaratë e fortë e dëshirës dhe afërsisë që nuk kalon pa u vërejtur nga banorët e tjerë dhe nga kamerat e shtëpisë. Pas puthjes, Limi i thot Dolçes me një ton të qartë dhe të vendosur: "Hajde te krevati, se jam shumë keq, tani bëjmë ndaj gjë." Fjalët e tij janë të drejtë për drejta dhe nuk lën vend për keqkuptime, duke treguar që ai është i vendosur dhe nuk ka ndërmend të fshejë ndjenjat ose dëshirat e tij. Ky moment e rrit tensionin emocional brenda dhomës, pasi publiku dhe banorët e tjerë ndjejnë qartë intensitetin dhe vendosmërinë e Limës. Dolçe qëndron përballë situatës me ndjenja të përziera. Nga njëra anë, ajo është e habitur dhe ndoshta e tronditur nga afrimi dhe fjalët e Limës, ndërsa nga ana tjetër ndjehet e tërhequr dhe e përfshirë nga emocionet e momentit. Tensioni midis tyre bëhet i dukshëm dhe çdo gjest, shikim apo fjalë e tyre shfaqet dramatike dhe e rëndësishme për rrjedhën e situatës. Banorët e tjerë ndjejnë tensionin dhe emocioni i lartë përhapet menjëherë në dhomë. Disa qëndrojnë të shtangur, të habitur nga mënyra se si situata po zhvillohet, disa të tjerë janë të shqetësuar dhe përpiqen të interpretojnë situatën, ndërsa kamera regjistron çdo detaj dhe e bën momentin edhe më dramatik për publikun. Ndërkohë, afërsia fizike dhe fjalët e Limës shtojnë misterin dhe tensionin emocional, duke e bërë skenën të duket intensive dhe të paharrueshme. Limi tregon qartë qëndrimin e tij të fortë dhe vendosmërinë, duke e bërë të ditur se ai nuk ka ndërmend të tërhiqet. Ai nuk flet thjesht për një moment të zakonshëm. Fjalët dhe veprimet e tij tregojnë se ka një dëshirë të madhe dhe një intensitet emocional që nuk mund të injorohet. Ky kombinimi i fjalëve dhe gjesteve e bën momentin të ndjeshëm dhe të tensionuar, duke mbajtur vëmendjen e të gjithëve brenda shtëpisë dhe të publikut që po e ndjek. Ky episod shfaqet si një nga momentet më të forta dhe dramatike të ditës, ku afërsia, emocionet dhe vendosmëria ndërthuren. Reagimi i Dolçes, përplasja e tensionit dhe deklaratat e hapura të Limës krijojnë një skenë që mbetet e diskutueshme dhe e komentuar gjatë gjithë ditës, duke treguar qartë se brenda shtëpisë Big Brother emocionet dhe dëshirat mund të shpërthejnë në çdo moment.